Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala vizitoi qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut për të ndjekur nga afër investimet e fundit që kanë për qëllim forcimin e sigurisë dhe cilësisë së shërbimit të transfuzionit të gjakut. Gjatë vitit që po lëm pas, Ministria e Shëndetësisë ka realizuar një sër investime shkyqe për të avancuar teknologjinë dhe proceset në këtë fushë të rëndësishme për shëndetin e qytetarëve. Një nga investimet më të rëndësishme ka qenë pajisja e re për gjeotipizimin e grupeve të gjakut, një teknologji që ndihmon në menaxhimin e pacientëve me nevoja të veçanta transfuzionale dhe luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjes hemolitike të fetusit dhe të porsalindurit. Kjo pajisje do të kontribuojë në rritjen e saktësisë dhe sigurisë gjatë transfuzionit të gjakut. Gjithashtu është realizuar dhe digitalizimi i plotit të dhënave dhe proceseve që lidhen me dhurimin, testimin dhe shpërndarjen e gjakut. Tu bëhet seleksionimi dhuruesve. Është i vetmi institucion shëndetësor ku një individ vjen duke qenë i shëndetshëm. Pasi dhurohet gjaku, bëhet testimi për agent infektiv, testimet imunohematologjike, grupet e gjakut, i bëjmë me metodë serologjike dhe me testimin e acidit nukleik të viruseve, domethënë me NAT. Tu kemi testimin NAT pastaj, nukleik acid testing për çdo dhurim. Tu kemi testimin e gjakut imunohematologjin pra grupet e gjakut. Ndërkohë që andej, kemi një pajisje, një investim nga Ministria e Shëndetësisë për gjenotipizimin e grupeve të gjakut. Në fakt, autonomia financiare e qendrës gjakut është realisht aseti i këtij institucioni. Ne dhe spitalet duhet të nxjerrin ato menaxheriale autonomi financiare. Por financimi duhet mbështetur edhe në rezultatet. Kjo është ajo që duhet të arrijojmë. Është financim by results. Punon mirë, ke financim më tepër të marrësh një tek. Një lajm i mirë për këtë vit është edhe rritja e numrit të dhuruesve vullnetar, ku shifrat tregojnë për një rritje prej 12%, duke arritur në 16.5 dhurime për 1.000 banor, krahasuar me vitin e kaluar. Kjo rritje tregon për angazhimin edhe të vetë qytetarëve për të kontribuar në këtë kauzë humanitare dhe të rëndësishme për shpëtimin e jetës.